Po bëjmë leximin e zodiak shigjetarit. Çfarë ka shigjetari? Kush planet ndikon tek ai? Tek shigjetari ndikon planeti Jupiter, që ka marrëdhënien, ka dhe komunikimin dhe ka vendosjen. Shigjetari çfarë është duke bërë? Shigjetari vazhdimësia, financat dhe romanca tek shigjetari. Të shigjetari, shikoj shigjetari në këtë kohë që është pak në dilemë, është i mërzitur, ka debate, po debaton me persona rival, po debaton dhe me persona që janë të afër të familjes dhe nuk lejon të deportojë pranti, debati, mosprania e punëve jo të mira dhe mendon që qëndrojë fort. Në këtë kohë jeni të mërzitur dhe jeni si në gjendje kaos të errët, pa përqendruar. Person mashkull identitet tek shigjetari, shikoj që i keni vendosur pozicionin tuaj. Në këto kohë po rrini, po qëndroni si në forcën tënde të brendshme. Dashuria tek ju është e plotësuar. Ju nuk keni siguri dhe tek dashuria dhe tek vendosjet që ju mund të keni. Po jeni duke u menduar, keni arritur gjithçka dhe pozicioni që ju qëndron në këto momente është një pozicion perfekt. Mos hezitoni të keni pozicion tjetër më në largësi ose mund të zhvendosni pozicion, sepse jeni shumë i mbrojtur dhe shumë perfekt ky lloj pozicioni, si në punë dhe në vazhdimsi. Shikoj tek identiteti mashkull që po vazhdon të lëvizi, ka një lëvizje, ka një strategji tjetër të ndryshme, mund të lëvizit domethënë në dimensione të tjera, është pak i mërzitur, nuk është i plotësuar tek punët ose tek mendimet, sepse i ka të paqarta dhe mendon që janë persona të tjerë dikush mbas tij, mbas shpine, që mundohen të manipulojnë tek ai ose të ketë përfitimet e tyre. Është person i fort, ka qëllime shumë të forta dhe po shikon horizont në hapësirë, po mendon planë çfarë do bëj. Identiteti mashkull tek shigjetari. Jeni të fokusuar në këtë kohë, po mendoni çfarë duhet të veproni në vazhdimsi. Keni marrë një mesazhi që ju keni marrë, ju po mendoheni si të veprojtë mesazhe, po qëndroni si përpara të gjithçkaje. Keni planetin e diellit që ju ngro. Keni pasur një situatë shumë të vështirë përpara, nuk keni qenë plotësuar në shumë pjesë dhe tash jeni të heshtur dhe po prisni çfarë do ndodhi. Ju ndodh diçka shumë e bukur dhe jeni plotësuar në ditën e vazhdimsi, të befasoni nga një lloj mesazhi, nga një lloj takimi ose nga një lloj lajmi që ju mund të merrni, vendosni të rihapni diçka të re. Tek identiteti femër, shikoj tek femrat, shigjetar shikoj tek femrat, janë shumë vigjilente në këtë kohë, kanë marrë një vendim brenda vetes, si gjendje lufte, si gjendje sigur janë luftarake shumë të forta, janë të përmbushura në dashuri, kanë siguri te dashuria dhe tash po mendojnë të bëjnë një rizim të ri, një strategji të re dhe po duhet të kenë kujdes sepse ashtu siç kanë menduar nuk mund t'ja dalin dot, ka një ndryshim tek ato, kanë vetëm inatin e brendshëm ose fuqinë që unë do veproj dhe unë do vazhdoj të bëj diçka, po gjithsesi duhet të jenë të matura, janë të plotësuar në plot shumë sende, në shumë gjëra të vetvetes dhe shikoj që ato duhet të jenë të kënaqur me këtë që kanë, mos vazhdojnë më tepër. Tek familja, shikoj në familje që jeni domethënë duke hezituar dhe duke menduar çfarë do ndodhi, keni plane në familje, po shikoj që financat keni derdhur shumë dhe nuk mund të vazhdoni më tepër për planet që keni.
keni një fëmijë përpara vetvetes që duhet të shpenzoni për këtë fëmijë, ose mund ta dërgoni diku, ose mund të lidhni një lloj kontrate për një studim të ri, ose për të marrë një diplomim tek fëmia. Shikoj që jeni të mërzitur në këtë lloj situate, po do gjeni zgjidhje, i keni të brendshme mërzitjen. Nuk parapëlqeni që të tregoni me persona të afërm se si do jetë kjo gjendje ose si do veproni. Gjithsesi e mendoni gjithmonë ta mbani sekret ndaj vetvetes çdo vepër që bëni. Tek financat e shikoj që janë të mira tek ju, po jeni e pakënaqur, gjithmonë doni më tepër, doni më shumë dhe keni marrë një vendim në këtë kohë që mund të deportoni më tej, mund të keni një udhëtim se mendoni që udhëtimi po ju pret dikush në udhëtim, ju ka garantuar diçka në udhëtim, personi i afërt i juaj, ose një shoqe, ose një person që ju ka dashur dikur dhe mendoni të largoni të krijoni financa të mjaftueshme për vetvete, po nuk po mateni dhe nuk po mendoni çfarë po bëj dhe çfarë forme po drejtoj këtë lloj udhëtimi ose këtë lloj mendimi. Te financat, më tepër që qëndron tek identiteti femër. Disa femra janë të zgjuara, e përdorin mirë financat ose paran ose menaxhimin e tyre. Shikoj që jeni ngritur në fronin tuaj, jeni e përmbushur dhe po mendoni si të përmbushni më tepër. Shikoj që keni vullnet dhe në këtë kohë ju do bëni një lëvizje të re, një ndryshim. Dhe shikoj që po bëni një kontratë, mund keni vizatime të reja tek pjesa e përurimit ose te pjesa e menaxhimit ose te pjesa e rihapjes. Tek dashuria tek meshkujt, shikoj, domethënë sa për përket femrave. Femrat në këtë kohë janë të mbyllura në dashuri, janë të vujtura te shigjetari, kanë tradhtim mbas shpine, nuk kanë rrugë zgjidhje, janë të fiksuara mbas një veprimi, mbas një ideje. Dhe stresi tek ato po kalon në dimension tjetër, saqë ka nevojë për psikologji, ka nevojë për një lloj energjie, ka nevojë për një lloj hipnoze, sepse janë të mbyllura dhe çdo çakër tek ato është e palëvizur, është e bllokuar dhe nuk ndjehen mirë, nuk mund të menaxhojnë zgjidhjen e tyre. Sa për përket identitetit mashkull. Identiteti mashkull janë të fortë në vendime, po nuk arrin dot të kuptojnë të dashurat e tyre, kanë dy qëllime të forta, janë vigjilent, ka një paraqitje, ka një ego të bukur, sondojnë te egoja e tyre, gjithmonë do të janë superior dhe vendosen të jenë superior dhe kanë domethënë planetin e qiellit në ndikimin e tyre, planeti i qiellit, dhe kanë botën shumë të bukur, shumë të pastër, ka një zemër të artë sa për përket identitetit mashkull tek dashuria. Disa nga pjesa e identitetit mashkull kanë humbur dy dashuri, kanë pas dy sfida dhe mendojnë që mund të lëvizin, të harrojnë këtë lloj gjendje që janë, të harrojnë këtë lloj situate që janë, kërkojnë zgjidhje sikur kërkojnë ke brenda shpirtit të tyre, po unë shikoj që do kenë dritë tek shpirti i tyre, do kenë ndryshime dhe shumë shpejt ka një njohje të re, një shans të ri. Dhe po i luten Hanës, po i luten Zotit, po i luten universit që të dalin nga kjo lloj gjendje, sepse janë në një gjendje kritike të vështirë, të stresit në këtë kohë. Shikoj që do gjejnë zgjidhje, po ka një mërzitje dhe i kanë këmbët të kputura, nuk portojnë të hecin, pavarësisht se kanë shpirtin shumë të fortë.